Qëndro për ditë më shumë mbi veten. Përshëndetje shqiptar, ç'a bëhet? Cili është justifikimi numër 1 që të vjen mendje kur të thom se si ke arrit akoma gjoni që do më arrit? Jo pa halle financiare, jo pa halle familjare, jo pa kam lind në Shqipëri, bla bla bla. Keni parasysh se i quajta justifikimi, jo arsyeja? Sipas teorisë tate, ti si akoma aty ku do më qenë nga rrethanat, jo nga faji jot. Shumë bukur, unë do ju jap një rast shumë specifik që do ja hedhi komplet poshtë këtë gjë. Jeni gati? Mënyra si rritesh ti, sidomos nëse je çun, influencohet shumë nga plaku jot. Jemi dakord? Shumë bukur. Nëse karakteri i çunave influencohet nga plaku i vet, atëherë si ka mundësi që shihni vëllezër që janë anasjellta njëri tjetrit? Si më shpjegoni ju këtë gjë, ha? Si ka mundësi që këto dy urritën me të njëjtin bab, që rrifte mamin për shkakun? Të dy vëllezërit kanë qenë të vegjël që shohin babin duke rraf mamin. Njëri ka qenë 3 vjeç, tjetri ka qenë 4 vjeç. Nuk ka rëndësi. Çdo faktor dhe perspektivë tjetër që vëllezërit rriten dhe bëjnë anasjellta njëri tjetrit, është dhe kjo. Mund të mos njohim raste, po funksionon. Njëri nga këto çunë të vegjël influencohet nga plaku dhe rritet dhe rreth gruan, sepse ka mësu plaku. Tjetri influencohet nga plaku, po ndryshe rritet dhe bëhet mashkull i sjellshëm, nuk e rref asnjëherë gruan, sepse ka influencuar plaku. Të dy këto çunë rriten në të njëjtën familje, marrin të njëjtën frym, marrin të njëjtat leksione nga familja, shohin të njëjtat gjëra, marrin mend të njëjtat gjëra. Po rezultatin e kanë të anasjellt. Pse? Sepse edhe vllai i parë edhe vllai i dytë e kanë kontroll gjatë gjithë kohës mbi jetën e tyre se çfarë duan të bëj. A duan të ndjek plakun apo më ndjek anti-plakun? Rast kaq ekstrem mund mos keni pa në jetë reale, po ama duhet keni pa një dy vëllezër që janë njëri IT, tjetri futbollist. Shumë çudi me thënë drejtën. Në njëri 16 vjeç, tjetri 17 vjeç. Njëri do më bëj IT, tjetri do më bëj futbollist. Pa nuk rriten në të njëjtën familje, me të njëjtën frymë, me të njëjtat halle gjatë gjithë kohës. Sa ndryshim bëj një vit, ë? Ju kalojmë për ditë para syve, poshtë fundës të rastet, asnjëherë se keni menduar kështu. Ai viti që folim nuk bën asnjë ndryshim. Gjithë ndryshimi është mentalitetin e çunave, që ndërtojnë vetë. Njëri ka marrë leksionet nga plaku dhe ka dalë në konkluzionin që do më bëj IT, tjetri ka marrë të njëjtat leksione dhe ka dalë në konkluzionin që do më bëj futbollist. Pra pak fjalë, as koncepte kaq të afërta si familja dhe plaku që duhet të kenë influencë me ty, nuk kanë influencë totale. Vetëm ti ke influencë totale te ti. Të rrethanat e tuaja as plaku nuk të influencon totalisht. Sa më nëse të influencon fakti që ke lind në Shqipëri, ë? E Dirama e Sali Berisha kanë fajin që nuk jeti i suksesshëm vëlla, ë? Ti aty jave fajin, nuk e vjen herë vetes fajin apo jo? Ti nuk ke herë gabim brenda trurin tot, ti ke gjithmonë të drejtë, ta kam thënë. Fajin për mos suksesin tënd e ke ti, dhe askush tjetër. Gjitha këto po të ndodhin sepse ti i marum. Mase ndalosë që në i marum,